Besoj që edhe jeni edhe ju të informuar, ashtu që jam informuar edhe unë prej mekanizmit të sigurisë, do të thash policisë lokale. Ka ndodhur një dëm në kanalin e Ivel Lepen, sepse këtu është në vazhdimsi duke u punuar në në mbylljen e kanalit te këtu para lagjet e Zuvin Potoku, do të thotë, dhe është ta bojnë një farë preventive kur të ndërpresin ujit për të mbuluar, e bojnë një preventiv që mos me pas ndërprerje të ujit. Dhe është dëmtuar janë një cerad këta që e shtrujnë. Tash, si mas informacioneve që i kam, tikun dëmtimi është çështja është në hetim e sipër nga mekanizmat e sigurisë. Nuk mund të them diçka më shumë jashtë asaj çfarë mund të jetë siguria për këtë punë. Unë nuk them që duhet këtë ndaj shqetësim, sepse gjithçka është nën kontroll, qoftë sa i përket edhe furnizimit me ujë ose diçka tjetër, unë konsideroj që gjithçka është nën kontroll, mekanizmi i sigurisë është të kryej punët e veta dhe ajo që kjo është ajo çfarë mund të thonë. Edhe pas dëmtimit, qytetarët janë duke furnizuar me ujë, nuk ka ndërprerje. Po, nuk ka ndërprerje, ka furnizim, do të thotë kjo është çështje e dini i Lepenci, ka ekipet në terren vazhdimsi dhe natyrisht që unë besoj që gjithçka është, do të thotë sa i përket furnizimit me ujë nuk ka shqetësime, është një dëmtim periferik, mund të thonë diçka. Ta shohim, do të thotë organet e sigurisë do ta dhanë fjalën e vet.